Shpreh zonin vërtet. E më shumë përshëndes është në si Alisandër, për neve kemi mesën tonë për të reprezentativ. Bravo. Tash ne nuk jemi shumë, po ma thot menja se jemi më të mirët. Kemi bashkë të sekretisat, të gjithë, e mba sekretislevet nga lullë, se nuk është shumë e letë, me besim vete, po duhet me falendru për shkari i Marin Kullanin. Mbasë me jatë grupin atje admirus Durës, që kanë mbështek shoqen tonë klasës Ulvije Tolle. Po më lejuët, unë du t'ju lexoj një letër vogël, kushtuar naturës 85 nga vajza ime 12. Do të keni pak dërim. Fale një minutë, nuk e lexo dot ajo? A nuk din shqip. E ka preditur babën. Se kam shifta në gjëbri e saj, jo bëjtej. Jo, ka preditur babin. Mirë, dakor, ta s'ka dëshë. Pastaj të na lënë rahat asa. Atëherë thuat letër për klasën e maturës 85. Të dashur shokë e shoqet maturës të vitit 85. Kanë kaluar shumë vite nga Judit, e pa harruar që kur për herë të fundit dorën nga 2-3 shkollës, sonë si maturant, me ëndra të mëdha në zemër e sytë plot shpresë për të ardhmen. Sot duke kujtuar atë kohë, zemra na mbushet me mall, me buzëqeshje dhe ndoshta edhe në një lot gëzimi, sigur ka mund tash. Ishim një brezi veçantë, mësuam jo vetëm nga librat, por edhe nga njëri tjetri. U rritëm me njëri tjetrin me respekt, severitet e kujtime, që nuk do të zbehem kur. Mësuesit tashin që ndritë rrugës sonë. Dhe sot i kujtojmë me minjohet të thellë për çdo fjalë, çdo mësim, çdo përpjekje që na kanë dhënë. Jeta na shpërndau në ndikime të ndryshme, disa në Shqipëri, disa jashtë. Por zemra klasëson ka mbetur e bashkuar. Kujtimet e bankëve të shkollës, ekskursioneve, të qeshurave dhe ëndrrave të s'ke pasive bo ma mirë cuc. Ekskursioneve të qeshurave dhe të ëndrrave të përbashkëta janë si një thesar që nuk i gruajnë as koha. Në këtë ditë të veçantë, le të përqafojmë njëri tjetrin me fjalë të ngrohta, me madhen e viteve që kanë kaluar dhe me krenarinë e rrugës që kemi bërë. Matura 85 nuk është vetëm një numër, por një familje, një histori, një frymë që vazhdon të jetë me ne. Ju uroj të gjithëve shëndet, lumturi dhe sa më shumë gëzime. Le të takohemi sa më shpesh, le të rrofojmë kujtime e të ndërtojmë të reja bashkë. Përshëndetje. Të lumë goja.